Familja e Selim Bollatit i është drejtuar zyrtarisht Top Channel dhe produksionit të Big Brother VIP Albania duke shprehur shqetësimin e tyre të thellë për situatën e krijuar në shtëpinë e Big Brother VIP. Në reagimin e tyre thuhet se banori Robert Sterkaj ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme gjuhë fyese, denigruese dhe shpifse ndaj Selim Bollatit, duke kërcënuar rënd dinjitetin, integritetin dhe figurën e saj si grua dhe profesioniste. Sipas familjes, janë bërë akuza të pavërteta dhe insinuata me natyrë poshtëruese për fshirë aludime dhe përfitime financiare dhe vënje në dyshim të aftësive të saj profesionale si balerin, po ashtu theksohet se nga njëjti banor janë ngritur akuza të pabaza edhe ndaj produksionit, duke pretenduar shkelje të rregullores nga ana e Selim Bollatit, deklarata që sipas familjes dëmtojnë imazhin e saj dhe vënë në pikpyetje seriozitetin e programit. Familja nënvizon se këto veprime nuk përfaqësojnë debat apo lojë, por përbëjnë dhunë psikologjike, bullizëm dhe cënim të rënd të dinjitetit njerëzor, në kundërshtim me parimet dhe rregulloren e Big Brother VIP. Në fund, familja kërkon që situata të trajtohet me përgjegjësi të plot institucionale dhe të merren masat e nevojshme sipas rregullores së programit për të ndaluar gjuhën denigruese, shpifjet dhe sulmet personale që të i kalojnë çdo kufi të lejueshëm. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.